Bismillahirrahmanirrahim. Ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. O ju që besuat, u është bërë juve obligim agjërimi, sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Kaptina El Bekare, ajeti 183. Të nderuar besimtar, vëllezër dhe motra, falë Allahut fuqiplot, në mirëqenje dhe begati, edhe këtë vit presim muajin e bekuar të Ramazanit, muajin e mëshirës, faljes dhe devotshmërisë. Ky muaj na vjen si një mundësi e re për t'u ndalur, për të reflektuar dhe për t'u afruar më shumë me Zotin dhe me njëri tjetrin. Ramazani nuk është vetëm përmbajtje nga ushqimi dhe pija. Ai është edukimi i shpirtit dhe i karakterit. Nëpërmjet agjërimit, namazit, leximit të Kur'anit dhe lutjeve, ne mësojmë durimin, vetëpërmbajtjen dhe solidaritetin me ata që kanë nevojë. Allahu i lartësuar na kujton: o besimtar, ju është bërë obligim agjërimi me qëllim që të bëheni të devotshëm. Devotshmëria është qëllimi i Ramazanit dhe ajo arrihet duke përmirësuar veten dhe duke bërë mirë për të tjerët. Të dashur besimtar, le ta shfrytëzojmë këtë muaj për t'u lidhur më shumë me Kur'anin, për të pastruar zemrat nga urrëtia dhe përçarja, për të forcuar lidhjet familjare dhe shoqërore dhe për të qenë shembull i mirësisë në shoqërinë tonë. Në emër të muftinisë së Bashkisë Fetare Islame në Gostivar dhe në emrin tim personal, ju uroj paqe, shëndet dhe begati në këtë muaj të shenjtë. Ju qoftë për hajër Ramazani. Allahu u apranoft agjërimin dhe adhurimet tuaja. Amin.